që edhe në shkollë bullizonin, pse dol që ka bërë vizatimin më të bukur, bëheshin grup, më linin mua vetëm, edhe se kuptoja pse. Pse e thosha që... Qa bëra unë? Edhe imagjino këtë gjën që unë po e them juve tani, ja kam shpreh mamit tim këtë verë. Do me thënë kur nuk ja kam peshu familjes time që unë mund të kem një problem në shkollë. Duke i gjithmonë që unë isha okej, shumë mirë. Edhe ata nuk e kanë kuptuar që unë isha okej. Po, normal ka qenë pasoja që jam shqiptare, racizëm. Ndodhte në shkollë që kur unë mësoja, edhe unë thosha nuk kam mësuar. Pse? Sepse nuk doja të kisha dikë kundër pastaj. Unë preferoja të thoja nuk e kam mësuar që mos të flisja.